أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin i Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Në mësimin e kaluar filluam hadithin e dytë në këtë kapitulli i cili flet për pushtetarin e drejtë. Hadithi 660 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimullahu taala thot: "Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم. نرفان عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما, Allahu qoftë i kënaqur prej të dyve, edhe prej Amr ibn Asit, edhe prej Abdullahit, babë e birë, dytë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: me të vërtet të drejtit tek Allahu kanë koltuqe nga drita, janë ata që gjykojnë drejt kur qeverisin, gjykojnë drejt me familjet e tyre dhe me të gjithë ata që i kanë nën pushtetin e tyre. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Na dje filluam me disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ishim duke e elaboruar hadithin në aspektin gjuhësor, të gjuhës arabe, dhe si gjuha arabe ka një thellësi filozofike brenda vetes, dhe që ndikimi i gjuhës arabe është i pranishëm të gjithë gjuhët e botës. Pardje ndëgjosha një dokumentar, një emision ku fliteshte me një gjuhëtar francez, i cili tregonte ndikimin e gjuhës arabe në gjuhën frange. Edhe normalisht prania e kësaj gjuhe është e madhe në të gjitha gjuhët e mëdha të botës, sepse është gjuha ma e madhe në botë. Dhe shprehet edhe fjalët që i ka për të tregu imëcira dhe dallime shumë të vogla mes një gjuhe dhe tjetrës, nuk e ka asnjë gjuhë. Andaj jo rastisht Allahu i Madhreshëm e zgjodhi mu këtë gjuhë që në këtë gjuhë ta shpall Kur'anin, si porosi universale për të gjitha kohrat dhe për të gjithë popujt, që nga koha e shpalljes deri në ditën e llogarisë. Andaj besoj që edhe vetë e vëreni se çfarë fuqie filozofike ka brenda gjuhës. Edhe vetëm elaborimi gjuhësor i argumenteve fetare, ajete qofshin ato apo hadithe, të mjafton për me i kuptu ato thellë, e mos flasim pasaj edhe për elaborimin fikhor, hadithor, e kështu me radhë, të cilët janë mësime që i ngërthen vetvete një argument fetar, ajet, qoftë apo hadith. Ishim duke fol potencimi, theksimi nuk është spontan, nuk është i rastishëm. Andaj kur një fjali në gjuhën arabe fillon me inne, me të vërtet, ose vërtet, ky potencim, ky theksim ka një qëllim.
Qëllimi është me tërheq vëmendjen tonë, me i kushtu rëndësi asaj që na e themi, me pranu pa rezervë atë që thuat. Inna al-muqsitina inda Allah, të drejtët tek Allahu. Me konë që fiton diçka të një njeri, edhe kjo vlerësohet. Se cili prej nesh, kur ftohet me një drejk apo dark, e nin vetën nderuar, se është thirrë për filonit drejk apo dark. Madje edhe më pak se kjo. Me thu dikush në qaj, ti e ndin vetën nderuar. E nëse dikush të bën një nder më të madhe, të thret në pushim me shku me te, ndihesh edhe më i nderuar. Po ta bën dhurat një kerë, ndihesh edhe më i nderuar. Po të ndihmon në shtëpi, çdo kontribut që dikush për njerëzve e bën ndaj teje, ti e ndin vetën nderuar për kujdesin, respektin dhe ndihmën që ta ka dhënë ai. Po me pas pozitë tek Allahu, dallimi është shumë i madh. Andaj njëra prej problemeve që e kemi gjithë na, edhe unë si hoxh, edhe ti si xhamat, është që shpesh herë më shumë lakmojmë atë që na japin njerëzit, se sa atë që mund ta marrim nga Allahu Zoti i njerëzve. Këtë na. E ti dhon dikush 50 euro, gëzohesh më shumë se me ta dhon dikush një mesele që ta shpëton jetën. Për shembull, na kemi ardhur ashtu me mësu. Edhe shumica prej neve mendojnë se ardha në këtë mezhlis është më pak i rëndësishëm se sa me kon dikon mi fitu 1.000 euro, 5.000, 10.000. Edhe Zoti mos na sprovoft, po me kontin në mezhlis të ilmit, edhe me thite dera dikush, hajde se dikush për i ndarë 1.000 euro jashtë. Nuk di kush për neve mundet me garantu se ka me met mezhlis. Se shumica për ne këna me thonë, edhe shkoj marrë 1.000 euro dhe këthejnë apet. Ama qëllimi është me testu, për ty shka është ma e shtrejt. A është dijen që e merë, apo parën që e merë. Thamë edhe njëherë Allah mos në sprovov, se shumica për neve edhe une, e këshalon dhe si kisha shku mi marrë 1.000 euro. Pse se na kriteret e vlerësimit i kemi të përmbysura. Na mendojmë se në këtë jetë kena me metë për gjithmonë. Dhe se kënaqësia e kësaj jete dhe të mirat e saj janë më të rëndësishmet. Andaj imami, duke lexuar ajetin nga surja Ali Imran, mes tjerave tha, përmendi vdekjen, dhe pastaj në fund të ajetit të vdekjes thotë wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kuptojeni se jeta e kësaj bote është një kënaqësi mashtruese. Një kënaqësi mashtruese. Andaj mos u mashtro mas dunjos, as mas parës, as mas luksit, as mas pushtetit, as mas qefeve, se do i lash ato gjitha. Një njeri me vlerë kujdeset për këto gjëra, e para për besimin e tij, se besimi jep kuptim jetës, edhe ndihmon momentet më kritike të jetës. E dyta, dituria, shkenca. Ajo të ngrit pozitën. Mund është mes me pas familje, mund është mes me pas pasuri, mund është mes me pas pushtet, ama nëse ki dije ki mund ngrit. Ku të shkosh? E treta, këto janë gjëra që na duhet me pas gale, edhe duhet më insistu në to. Besimi, dituria, dhe treta, veprat e mira. Këto duhet me konë brenga jeme dhe jotja 24/7 për ditë. Si jam me besim, si jam me dituri, edhe si jam me veprat mira. Tjerat, objektiva, qëllime për të cilat dhe vrapojnë gjithë njerëzit, kanë rëndësinë e vetë edhe rolin e vetë, ama nuk janë prioritet. Që kime shku në punë me marrë një rogë, po s'ka me qenë rroga prioriteti kryesor në jetën tonë. Pse? Se ti mundesh me shku në punë, edhe me marrë rrogë të mirë, mirë po fatkeqësitë që ndodhin dhe probleme që i ki, nuk lejojnë me shiju kënaqësinë e rrogës që ti e merr. Ama kur e ki besimin,
i cili të ndihmon ballafaqohesh me ato sfida, me ato vështirësi, me sabër, me qendresë, me rezistencë, me mekanizma fetare për të kaluar ato kriza, i kalon shumë lehtë. Edhe përfundojnë shumë shpejt. Ama kurse ki imani, atë një problem i vogël të bëhet shumë i madh. Edhe nëse më shku me zgjidh, ti shkon e komplikon. Siç ndodh për shembull fatkeqësisht na për tash edhe në vendet tona fatkeqësisht, fëmijët me zvete ngacmohen, edhe do të ka ofendime, ka tallje, ka përbuzje, ka ajo që sot tash u bë trend si emërtim i ri, ka bullizëm, që për ka pas tallje, ofendime, domethënë përbuzje, për ka pas, tash këtë çto e shtin që këtë emrin e ri, bullizëm që kanë qyt. Edhe e ka bënë një gabim, e ka bënë një vepër turpshme, dikush tallë, dikush e përbuz, dikush e kërcënon, edhe hajde të bëj vetvrasje. Nuk është zgjidhje. Se ti nëse ke bën një problem, tani e bën një problem edhe më të madh. Nëse ka problemi veç për ty dhe familjen e ngushtë, tash është bë për ty, për familjen e ngushtë, për familjen e gjan, për rrethin përgjithësi, është rrit problemi. E normalisht këto e kemi patjetër me thonë, secili prind e ka detyrë dhe obligim me u marrë me fëmijët e vet. Me i këshillu, me eduku, me u fol, që mos me provoku, mos me ofendu, mos me përbuz, mos me utall me njerëzit, mos me i kërcënu njerëzit, mos me i shantazhu njerëzit, mos me i bullizu njerëzit. Njerëzit jemi na ketë, kena mangësitë tona, kena anët e mira tona. Çdo njeri ka vlerë, me gjithë mangësitë që i ka, me gjithë dobësitë që ka, për asken s'mund me thonë valla ki tepër është, ki s'na duhet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përkundrazi, ata më të dobtit, më të parëndësishmit në shoqëri, më të pavlefshme në shoqëri, më fukarat ata i lipte. Edhe u thejke muslimanve, e bëguni dhuafakum. Mi bini më të dobtit që e keni. Më të parëndësishmit të ju që janë. Ato që ju nuk i vlerësoni, ata mi bini. Ata kam qef mi pasë afër. Pse? Innama tunsaruna wa turzakuna bi duafaikum, bi duain wa bi salatihim. Sepse ju fitoni edhe furnizoheni me atë dobtit që i keni në mesin tuaj. Me namazin edhe me duan e tyre. Se ata falen pa hile, ata luten pa hile, ata s'kan filozofi, s'kan mashtrime, ata s'kan qëllime kësaj bote. Se me pas qëllime kësaj bote, ishin bo dhe ata të famshëm e të pasur. Ata thjesht jetën me u kënaq me të mirat e Zotit, me shiju ato të mirat që ka dhënë Allahu, pa pas dhe një ëndër të madhe të rëndë që a realizon nuk e realizon. Andaj edhe një të kthehemi esencës. Këtë natë ja kemi gale, çka fitojmë te Allahu? Çka fitojmë prej Allahut? Dunjaja me të mirat e veta është vegim, është mashtrim, që besimtari nuk duhet me ranë këtë kurth. Edhe njëherë po them, a do me thonë kjo që na mos me punu, a do me thonë që na mos me planifiku, a do me thonë që na mos me pas pare e pushtet? Jo, nuk do me thonë. Po duhet me shëru gjerat me potencim, sepse njerëzit dojnë me i keq kuptu. Ne themi mos u mashtron mas dunjas. Na themi mos u mashtron mas pasurisë. Na themi mos u mashtron mas pushtetit. Na themi mos u mashtron mas luksit. Këtë e themi. A nuk themi mos ki pare, nuk themi mos puno, nuk themi mos syno me pas pushtet. Jo. Këtë këto bëri, këtë të bëj, ama mos u mashtron me to. Ama mos lejo ato me të largu nga qëllimi final i jetës sone. Mos lejo ato me të largu nga rruga kryesore në cilën ti jetu ecë. Që kjo është muhabeti? Se të ki pa jetu ecë në autoban, jetu ecë udhë mirë. Edhe shef diçka të bukur ose të mirë del pi autobanit. Një udhë ma të ngushtë. Shef diçka ma të bukur, shkon edhe një udhë ma të ngushtë. E len kerin nisë kom, shkon ma ngushtë, dikun e thënë qafën pas të se udha e vështirë, udha e keqë, i pa përgatitur të për atë udhë, për vështirësit e asaj rrugë,
edhe rëzohesh edhe thënë qafën. Kjo është muhabeti. Mos e lajthit rrugën e autobanit nga lakmia për të marrë diçka që ti ndoshta e ki, edhe ma shumë se ajo që po e shef edhe lakmon. Ama lakmia për atë gjatë ti të lajthiti nga rruga e vërtet, nga rruga e gjanë, nga rruga e drejt, fillove me shku rrugicave, pastaj rrugicave më ngushta, pastaj rrugicave të dhijave që themi na, pastaj u kalavere për mi dek të marrësh diçka, rahe urzove theve qafën. Që kjo është qëllimi. Mos u mashtro me gjërat që të largojnë nga objektivat kryesore të jetës tonë. Andaj kur tha innal muqsitina inda Allah, me të vërtet të drejtit tek Allahu kanë, atëra kjo e rrit edhe njëherë vëmendjen tonë, kurreshjen tonë, koncentrimin tonë, përqendrimin tonë. Çka kemi na te Allahu nëse jemi të drejtë? Pasi që e morëm vesh se qëllimi kryesor në jetë me konë te Allahu çka kemi, te njerëzit çka të na vjen, elhamdulillah, pit mirave dhe pit qijave që ofshin. Se është let puna, me njerëzi mu marrë vesh. Po me hin hak Rabbul Aleminit, atëherë është rënd. Andaj njeriu hakun kryesor e ka ndaj Allahut. Ai është shkak i ekzistimit tem edhe tanë. Edhe për shkak se ai neve na ka kriju, na ndaj tij kemi hak, kemi borx. Andaj borxhi i parë joni është ndaj Allahut dhe borxhi i dytë i joni është ndaj prindërve tonë. Andaj Allahu Dhu Xhelal të dy borxhe i ka rënit një mas një dhe ka thonë wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allahu ka caktuar që vetëm ai të adhurohet dhe ka caktuar që na të jemi bamirës ndaj prindërve tonë. Andaj Muadh ibn Jabali radhiyallahu anhu ishte ndeve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përpara, Muadh ibn Jabali mbrapa. E i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja Muadh, atadri ma haqqullah al-ibad? O Muadh, a din cili është borxhi i njerëzve karshi Allahut? E cili është borxhi i Allahut karshi njerëzve? Tha Muadh ibn Jabal, Allahu wa rasuluhu alam. Allahu e din dhe pejgamberi i tij. Unë nuk e di. E tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, haqqullah al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Borxhi i njerëzve karshi Allahut është që Allahun me adhuru dhe ati mos mi bo shok në adhurimin e tij asgjë. Tauhidi, monoteizmi. Kjo është borxhi jonë ndaj Allahut. Na vetëm atë me adhuru. Kur themi na me adhuru atë, do thot çdo fjalë jona, çdo vepër e jona, e zemrës qoftë, apo e trupit qoftë, e mbrëmshme apo e dukshme, krejt të mi bo në përputhje me atë që e don Allahu dhe është i kënaqur me te. Kjo është adhurim domosdoshmë. Çdo veprim i joni që e bëjmë na dhe që me te synohet kënaqësia e Allahut dhe është vepër që e don Allahu, është ibadet. E mirë, e cili është borxhi i Allahut ndaj neve atëra? Që kushdo për neve që vdes me tauhid, Allahu më shtin xhenet. Allahu gjithve na bëj xheneti inshallah. Ama të dish vlerën. Mos mashtrohemi për një bish sakice e ta hubim dunjon ahiretin. Se shpesh e keni pa njerëzit rrokën për një bish sakice. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha që ki edhi i coft për që këtë vrapoj njerëzit, që kjo është dunjoja dhe mas saj vrapoj njerëzit. Ishe duke kalu udhës edhe pa një edhë të ngordhur, a i tha e peshim një a e blendi kush këtë edhë. Tha, ja Rasulullah pa pare me në dhonë se me kërkush. Se ngordhësir. E tha, që kjo është dunjoja. Që këtë që askush për vëzon pa pare me marë, ju për te, myteni me zvete. Myteni me zvete. Vrapo ditën, vrapo natën. Pare ditën, pare natën. Vazhdimisht muhabeti pareve. Ki me deko njeri. Ki me ilon ketë. Cili është kapitali që keme marrë me vete. Qka të mund dobi të Allahu? Parja ka dobi ku ta japshe, e kemi sharu vazhdimisht edhe potencej për me kuptu. Parja të nasi musliman ka vlerë vetëm kur e jep për Allah. Vetëm atere e ki tonën. Se e mon për vete, se argjon për vete, s'ka ku një fa vlerë. Po t'i veshesh mirë, hanë mirë, shetish mirë,
ki kërtë mirë, ketë, ama ato s'kanë vlerë të Allahu, ato hargjohën këto. Ama atë që e jep, ajo të bën dobi, edhe të bën hije, edhe të shpëton prej të këqijave në dunjë edhe në ahiret, inshallah taala. Andaj tek Allahu me automatizëm kjo të nxit me kuptu se pozita jote ka me qenë e ndershme te Allahu dhu xhelal. Fundi jot ka me qenë i mirë në dunjë e në ahiret. Ke me pas myshde, sepse tek Allahu nëse ti ki pozit, sigurisht se e mira për cjell. Pas e tha ala menabirin min nur. Tek Allahu do të kesh kolltuqe minber. Minber i the që kësaj, shkallë, do më një objekt i ngritur, tribun, që i thejmë për shembull, foltore që i thejmë na, vend i ngritur nga i cili fletti. Kjo është minber gjuhë në arabë. Andaj thuhet, domethënë këtyve shkallëve, 3 shkallëve, minber, një vend ku hyp ligjëruesja dhe man fjalimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim xhamin e tij ka hip me një cunk, druni. Pastaj dikush prej zrugtarëve që ka qenë aty në atë kohë e ka bënë një minber me 3 shkallë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më shumë se 3 shkallë mos e vën, mjafton 3 shkallë. Se qëllimi është ligjëruesi mu ngrit pak për xhamatit dhe xhamati edhe i fundit me mujt me pa ligjëruesin. Qëllimi është domethënë që në xhumë besimtar që kanë dalë me fal xhumën me një telefon. Edhe hoxha fol ti rrin telefon. Kjo është qëllimi. Jo. Kjo është ajo që ndodh gabimisht. Unë kur shkosh në xhami, koncentrimi jot edhe me shikim, edhe me ndëgjim, duhet me qenë i detyruar ka hoxha. Atë me shiku dhe atë me ndëgju. Telefonin e shtin në xhep. Kushdo që e përdor telefonin gjatë hutbes, ai bën gabim, bën mëkat. Telefonin e shtin në xhep dhe nuk e çet në xhepit. Sa të është hutbe duke u mbajtur. Edhe e shef hoxhën duke fol edhe e ndëgjon. Koncentrimi është nivel. Edhe porosia zëvend. Andaj është qëllimi i minberit. E tash thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këta njerëz që janë të drejtë tek Allahu do të kenë kolltuqe, do të kenë minbere, pozita të larta nga nuri. Tash edhe kjo puna e minberit, edhe përdorimi i lidhsës ala mbi, do të jenë mbi minbere nga nuri. Ulemat qive, që kjo është ala elaborim gjysor, thëjnë këtë kjo fjali mbi minbere nga drita, jep kuptimin e shfaqes, e ngritjes, e lartësimit dhe pozitës se lavdishme që ka me pas ky njeri tek Allahu xhelal. Dy shkronja, do fakti është një lidhse ala mbi dhe një fjalë minber. Këta dy, domethënë, kjo lidhse dhe kjo fjalë bashk, këtë të kuptimet japin. Domethënë, me automatizëm bën nugati për një pozitë lakmueshme, për një pozitë ngritur. Veçan që ka me të ngritë Allahu xhelal nëse ti je i drejt. E tash normalisht që me automatizëm e jep edhe mesazhin tjetër se nuk është lehtë. Nuk është lehtë. Ama ti duhesh me insistue. Dhe këtë pozitë do mund t'ja e merr edhe qëndron stabil aty. Se ke fitu me mund, me angazhim, me lodhje, edhe Allahu ta ka dhënë atë pozitë, edhe ti kemi qenë i sigurt edhe i rahatshëm në atë pozitë. Pastaj thot bin nur me kultuk, domethënë minber i dritës. Minber i dritës. Edhe kjo, domethënë përveç që kemi qenë nalt, po kemi u duk nga larg. Se ai minber jot ka me qenë me drita. Edhe na gjithë e vërejmë, për shembull që pak më harrat kur e falem namazin, shembull ky abazhuri i madh i mesën nuk e i dhezur. Ma pak dritë rojna. Kur u dhez kjo, domethënë, tash na shohim një tjetër më mirë. Edhe duke esti, e shef një shtëpi që ka drita, ta tërheq vëmendjen. Dikun që s'ka drita, nuk të tërheq vëmendjen. Andaj, kur themi na do të ketë minber nga drita, me automatizëm kjo tregon se do të shkëlqeje vendi jot. Të tjerët të gjithë do e shohin pozitën tonë. Dhe kjo është përshkrimi më i bukur i përfitimit që ka një besimtar i cili
insiston vazhdimisht me qenë, domethënë, i drejt në të gjitha momentet e jetës së tij. Andaj themi i drejt në gjitha momentet e jetës së tij, do thotë edhe kur ki pushtet, që është shumë më rëndësi, po edhe kur s'ki pushtet të madh, e ki pushtetin vetëm në familjes tonë, edhe atëherë do shkoni drejt. Në gjitha momentet e jetës me qenë i drejt. Dhe padyshim, kjo fjali e formuluar me këtë formë e nxit besimtarin, ja shton kurreshtjen, vullnetin, entuziazmin që ai me insistu në drejtësi. Edhe kjo është, subhanallahu, është interesant, tash më kujtu duke fol lidhje mes dy haditheve. Ky hadith i cili tregon se besimtari i cili është i drejt tek Allahu ka mimber nga drita, do të pozitë lartë dhe shifet nga larg për shkak dritës, përballë hadithi tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë inna dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Se zullumi, padrejësia është errësirë ditën e Kiametit. E kuptoni tash? Drejtësia t'jep dritë, shkëlqen. Padrejësia t'jep errësirë, zhdukesh, nuk shifesh. Edhe në dunjë në herët është shuvëllose. Shifne, neve na ka përsenjë gjonat shpejt. Ama historia islame për shembull 1400 e kusur vjet, po historia e botës me mija e mija vite, pa marrë parasysh çka kanë qenë. Pushtetar, ata që kanë qenë të drejtë mbohen men. Ata që janë konë zullumqar, edhe ata mbohen men. Ama të parët mbohen men për të mirë dhe për drejtësi, të dytët mbohen men për zullumin dhe për drejtësit. Ti s'ke jetu në atë vend, se ke shiju zullumin e ati, diktatorin e ti, ama e din se konë diktator. Edhe nuk ka vlerësim të gabu për askend për figurave kryesore në botë. Hiç s'ka vlerësim të gabu. Për gjithë vlerësimet janë sakta. Se Allahu Dhu Gjelal e imponon ligjin e ti mbi të gjithë njerëzit, sidomos në çështjen e drejtësisë dhe padrejtësisë. Dhe ti mundesh me pas pushtet sa dush, nëse je koni pa drejt, përfundon si zullumqar dhe si pa drejt. Dhe askush nuk të përmend si të mirë, e as nuk të qanë pse ke shku. Ama nëse je koni drejt, edhe mnimi vjet mas qanë bota. Dhe të ku me pas na një pushtetar si Omer radiallahu. Ose këtë na musliman themi ku me pas një pushtetar si Omer ibn Abdulazizi. Ose ku me pas një pushtetar si Harun al-Rashidi, për shembull. Ose ku me pas një komandant si Salahuddin Ejubi. Ose ku me pas një komandant si Sultan Fatihu, për shembull. Për shkak sakrificës, guximit, punës, angazhimit, edhe na sot qete. Edhe për ne kanë me thonë njerëzit. Ku ta kemi një dietar si filoni, ku ta kemi një xhamat si filoni, ku ta kemi një zengin si filoni, nëse dikush për neve e ka mush jetën me vepra të mira. Edhe o bo simbolja se vepra të mirë. Dietari me dijen e tij, zengini me pasurinë e tij, xhamatiu me adhurimin e tij. Nëse ai ka insistuar në këto vlera pozitive dhe ka luftuar që të identifikohet me to, atëherë ka më përmend, edhe kjo është më rëndësi, në fundit. Po du të them kjo është gjykimi i Allahut edhe drejtësia e tij edhe në këtë tokë. Se për ne më rëndësi më konë me fitu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj besimtari me drejtësinë e tij, përveç që e fiton atë pozitë të lartë, edhe ai pozitë e tij shkëlqen, bëhet më e dukshme, edhe më e qartë, edhe nga larg, kur atëherë që ata kur kanë pushtet qeverisin me drejtësi, janë të drejtë në qeverisin brenda familjes dhe gjithë ata që i kanë nën pushtetin e tij. Andaj ulemat kanë thonë, ky hadith i ka lavdruar pushtetarët që kanë të bëjnë me ma shumë probleme, me ma shumë njerëz, me ma shumë situata të vështira të komplikume, po edhe ata që kanë të bëjnë veç me familjen e vet, kryefamiljar, po edhe ata që janë për shembull shefa dhe drejtora edhe pronar kompanish të vogla, për shembull ti si kryetar shteti me pas 2-3 milion, 5 milion, 10 milion, 50 milion, 100 milion njerëz, apo 1 miliard njerëz, si kurse rasti i Kinës e Indis, po e kini
e kije një fabrikë të vogël, e kije një shkollë të vogël, e kije një komunë, i ki 50 veta, 100 veta, 500 veta, edhe ndaj tyre duhesh me qenë i drejtë. Domethënë nuk duhesh me qenë kryetar shteti apo kryeministër që mu pa i drejtë apo si i drejtë. 5 veta i kije në punë, ti je shefi i tyre, kërko drejtësia jote. 10 veta i ki në punë, kërko drejtësia jote. Të gjitha segmentet edhe elementet e jetës, që do më thonë, ajo që e kemi përmend edhe dje dhe sot, vazhdimisht, çfarë do pozicioni që je, duhesh me pas drejtësi në qasjen tënde ndaj tyre, në gjykimin tënd ndaj tyre, në vlerësimin tënd ndaj tyre. Edhe kjo të më konë gajla jote kryesore, që mos i bësh zullum pa drejtësi askujt në veprimet e tija. Na sot me këtë sharim e përfunduam sharimin në aspektin gjuhësor të këtij hadithi, që inshallah taala në mësimin e ardhshëm të vazhdojmë me porosi tjera që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, porosi të bukura dhe të mira që kemi nevojë na për to vazhdimisht në jetën tonë, dhe këtu ndalemi dhe përfundojmë duke lutur Allahun e Madhëshëm që Allahu vazhdimisht na jap ditë të dobishme dhe vepra të mira, na jap sinqeritet në fjalë dhe në veprat tona. Lutim Allahun e Madhëshëm, sikur se na ka bashkuar në këtë mezhlis të mësimit të këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu i Madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në Jannatul Firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.